Tumat e tilla kërkojnë një projekt shumë të madh për arsye se gjithmonë duhet ta kemi parasysh një tumë e përmasave të tilla mund të kthehet në një muze në të ardhmen dhe pastaj që gjeneratat e reja të mund të edukohen dhe të edukohen mbi të kaluarën tonë historike dhe gjithashtu mund të bëhet një edukim i të rinjve mbi trashëgimin kulturor. Gjithashtu kjo do ta forconte edhe identitetin tonë kulturor, të cilën ne kemi trashëguar nga një fes që ishte shumë i rëndësishëm, siç ishte fisi i Dardanëve, i cili zinte një hapësirë goxha të madhe në Ballkan dhe sipas burimeve të shkruara dhe nga gjetjet arkeologjike tregon që ka pas edhe një rol politik dhe ushtarak shumë të rëndësishëm në Ballkan. Po flasim tonë në kohën e shekullit 4, në kohën kur e kishte shkëlqimin më të madh dhe kur Dardanët kishin krijuar mbretërinë e tyre. A ke në projekt tonë objektiv me fillu dërmimet këto? Faktikisht jo vetëm unë, po shumica arkeologëve e kanë këtë objektiv. E kanë këtë objektiv dhe kuptohet domosdoshmë që ky, po për të gërmuar këtë duhet një projekt shumë gjigant, një gërmim shumë i kujdesshëm me ekspert të fushave të ndryshme, me antropolog fizik, me arkeokimista, të gjitha fushave, një spektër i gjerë. Një spektër i gjerë i ekspertëve për arsye se e do një trajtim të merituar gërmimi i kësaj tume.